Por no. Një spedi ku be merë Angelo këtë vetë besim që është shumë i sigur që thot Rona ka pëlqim për mu. Okej, shumë bukur. Ku jeni të ku. Ti duke më parë backstage, o s'ka lidhe të pëlqesh, unë ty se të pëlqesh. Mos më përkesh ti mu. Theu para, bro. Theu para dhe mos më folë unë e të përkesh ti mu jam të thonë. Theu para, se ti e duke folë. Ti ishe i parë. Oljo Mërgim. Qa gishtin mua jam të thonë. O Mërgim, ullu theu para dhe shikoje. Edhe mos më bërtit mua, more vesh. Mërgim. Mërgim. Theu para. Hajde s'ka gjezeto, Mërgim. Se ku bësh shef ti Jo se kam su këto. Ta kam thënë 100 herë, mos Po s'munesh Mërgim. Mërgim. Ti me mua, mos më Shumë, si kam marrë. Hetko. Shumë, Mos mu zgërdhi, mara Ivan. Mos mu zgërdhi, mara Ivan, mare. Shumë, mare se... Mërgim, ullu këto. Ullu. Mos më këshy. O, Mërgim. Mos më këshy, mare. Mos më këshy, mare. Mos më këshy. Jo ndut mija. Jo ndut mija. Ti zgjedhim takimet. Ti zgjedhim takimet. Ullu atë. Mos ma le qëtu. Mos ma le qëtu. Ullu qëtu. Ullu. Ullu. Në Mërgim, ullu, Mërgim. Ullu. 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 Ulli djem. Më së këshyri me zveti ju dy. Mërgim, regulloj pak mikrofonin. Qëtëso. No mikrofonin. Vazhdojmë. Po e s'ka lënë situata shpesh, nuk e në situata të mira. Djem, kënë e fëtonin takim, kush keni qef me fëtun takim? Angelo? Urna? Asnjona. Ronën. Po, une kësaj here kisha dosh se ma ti jam të pos shef, edhe pa keq kuptime, kur gjanë kisha pos shef kësaj here një takim të sharus edhe me kalzu diçka për jetën tem me Elhamën. Elhamën takim? Pa keq kuptim për Eltonin nësë kur gjanë, veç diçka. Elton? Elhamën më të që. Elhamën. Rem? Për momentin si i gatë që me pos takim? Sfodin. Rasim? Valentinën? Ti thaj martë për krin? Mërgim? Je i shqetsun hala për konfliktit, të dy t'jeni i shqetsun? Nuk i nej... Vala. Krija në qofse kishdesh. Krija qofse. Okej, i morëm Ronën, Elhamën, Tinën edhe Krin. Kri? Po, normale. Normale, po. E pranoj takimin. E pranon, kërkon takim Mërgimit. Okej, Elhame, i ki 2 oferta, dhe të sa me edit të... Po, Valon, që së më lejot atë përqafoj pak Mërgimin, se Jo, shoh do të shoh. Jo. Kalzeja kej shakia kalzën takim. Leni se du me mbyllë, qonë të skokët kërka heq. Nuk bën kështu me u shqetsu edhe me... Eltonin, normal. Eltonin. Zdo me ajab një takim sharus, sa me edit. Jo, Valon, nuk mëj me pranu, pak këtë shkëptime, po nuk mëj. Pse? Se nuk mendoj që mëj më përshtat me ta, nuk duas mjanis me nju. Jo, pak këtë shkëptime, mosëm këtë shkëpta. Oshtë theret. Jo, nuk ka lidhje, e di unë e tipin. Okej, kone fëton takim? Angela. Angelo? Pranon takim? E pranon. Ron? Brunën? Pa. Mirë, edhe me Brunën kemi. Kemi dhe më thonë takimet Kri edhe Mërgim, kemi Elton Elhame, kemi Rona Bruno dhe kemi Tina me Angelon.
është qartë situatë tensione këtu që ka herë shumë shpesh vlën gjaki ma shumë sa që duhet, momente që ashtu eskalojmë, janë sene që na ndodhin edhe në shtëpi, edhe në familje, edhe në rrugë, edhe gjithmonë nuk kënë sene që i shpikim na, duhet më konë që ma qetë pak, duhet me kuptu natyrën e Angelos, se fol pak ma shumë, duhet me kuptu edhe natyrën e mërgimit që është djallë shumë ma i qetë, po, se di, i ndodhë dhe mërgimit kjo, unë po mendoj që ka që ke personte edhe ju përshëndesim natën e mirë që jemi javën tjetër. Po, okej, problemi këty në shkabon. Po çfarë skenare po flet më plak? O vlla, pse flet budalliqe? Me që thus jam fëmijë, mos fol budalliqe më plak. Jo me budall, po ç'ash? A ke pëlqim ti për atë? Po, kam pëlqim. Po, kam pëlqim. Çfarë bëre ti në takime atë? Si ç'a bëra? Ç'a bëre në takim? Organizova gjithë takimin. Organizove diçka. Ajo akoma është e lënduar, është. Unë nuk e di, unë për veten time a nuk atë pjesën e lëndum ti e ndan nga një femër, nga një martesë, nga një fëmijë, po na përmend në lëndimet. Shumë provoj se ty. Po na përmend në lëndim. Okej, lëndu ti o s'ka lëndu njeri më na përmend lëndimet. Ç'a kam lëndur? Bruno. Ke lëndu ti? Sepse ti edhe sa i ka unë edhe e pash edhe regjistrimin e kam parë, që ke fol, ke mundu, jo po Angelo i bën këto skena, jo po si bën këto skena, unë nuk i bëj këto skena, unë thjesht më erdhi më mënyrë, më jam shumë real, më erdhi më se kam edhe një libër për ta treguar aty, që ti përpjes, o skenë sepse ke marrë, po normal, skenar është kur ti rrinë edhe shkruan, kur rri ti dhe bën ato poezit fake, kupton? Vazhdon e bën ato gjona. Qa poezie, nuk ishte poezia, ato ishin pyetje më vlla, qa po fletë? Po Angelo, për ta ulur atë më shumë, një sekond se flas të gjithë njerëzit lëndojnë në jetë dhe s'ka nevojë që në takimet bësh takime për ngushëlluar një person. Po ka nevojë për ajo ishte duke qarë emisionin e kaluar. Po edhe do të çaj prapë takimin e dytë. Si? Do të çaj prapë tashin takim. Jo, thjesht ai japi mbështetje. Jo më shumë ta sulmonte për tulur sa më shumë atë. Ai sulmoi atë. Këtë jetë ka ardhur ti japësh mbështetje plakave, unë s'ka marr të jap mbështetje. Unë du t'jap dashuri, gocave, se kështu. Po plakave se kështu. Po se ke një nënë shtëpi, ke dhe një familje në shtëpi. Po plakave si zhigolo që i qumë vetën ti. Unë e kam qytë vetën zhigolo. Që i jep mbështetje, unë s'du t'jap atë mbështetje, unë du t'ja kaloj mirë në takimet e mija, du t'njof gocën, nuk du t'bohem si... Likoplas do me thënë, ti shëroj plagën asaj, të ma vej likoplastin edhe kur të marrë... E kuptum dialogun mes juve dyve, mos e skaloni. Ron, që shpo e ndin vetën që dy mashkuj po përlanë për ty? Lizeta? Jo, po nuk është nevoja më përla Valonsone, për derisa për momentin e kam pëlqimin për Brunon. Po s'mu më shme e këpëlqimin të tjerëve te? Une